Ose musliman shpesh herë e pyesin veten sepse Allahu Azza wa Jall kur lutemi kanjherë apo shpesh herë nuk na përgjigjet lutjeve tona. Këtë pyetje një herë ja ka bu një prej tabeinëve të njoftën të devotshëm që është quajtur Ibrahim ibn Adham. Kur një ditë në tregun e Basrës, duke kalu i thanë: O Ibrahim, Allahu Azza wa Jall thot Kur'an: Fad'uni astajib lakum. Lutmuni mua në ju përgjigjna lutjeve t'juve. E na pelusim Allahun Azza wa Jall edhe nuk na përgjigjet lutjeve tona. Ku është problemi? Çfarë problemi kemi na? Thot Ibrahim ibn Adham, thot kjo është për shkak 10 shkaqe. Për 10 arsye Allahu Azza wa Jall nuk ju përgjigjet lutjeve t'juve. E para për të në thot: Araftumullahu wa lam tuaddu haqqahu. E keni njoft Allahun Azza wa Jall për Zot edhe nuk jeni të ia dhon hakun. Kjo është e para. Qysh më ia dhon hakun? Dhe ka sharu pejgamberi alayhis salam. Kjo ka qenë përgjigjja tina. Pastaj e dyta, e treta, e katërta, deri e 10-ta. E para, e keni njoft Allahun nëse jeni të ia dhon hakun. Pejgamberi alayhis salam të hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i thot pejgamberi alayhis salam Muadhit: O Muadh, a e din cili është haku që e ka robi ndaj Allahut Azza wa Jall? Tha: cili është ai? Tha: me udhëru Allahun Azza wa Jall mos më bësh shok atij. Kjo është haku që besimtari e ka ndaj Allahut. Thot pastaj Muadh: a e din cili është haku i Allahut ndaj robëve vet? Do ta ka obligim Allahu, a ka hak Allahu Azza wa Jall ndaj robëve vet? Tha po, Allahu Azza wa Jall ja ka bë obligim vetes vet. E ka bo hak vetes vet ndaj robit i cili adhuron Allahun edhe nuk i bën shok atina me shtin xhenet edhe me shpëtu pi zjarmit të xhenem. Kjo është haku për cilën Allahu Azza wa Jall na ka obliguar në shumë ajete ku thotë: Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhurojeni Allahun Azza wa Jall mos i bëni shok atina. E kena njoft Allahun edhe se jena të adhon hakun. Jena të i neglizhu obligimet që i kena ndaj Allahut Azza wa Jall. Hajtë se ka ko, hajtë se jam i ri, hajtë kur dalë në penzion, hajtë veç t'i kryje dhe dë fund dynjose masaj mirë në me herat. Edhe kur t'i vjen vdekja, befas, i hapë sytë dhe thotë: Rabbi rgjiun, le'ali a'melu salihan fima terekt. O Allah, këthem edhe njerë bëj veprat mirë. E dyta, thotë: o zamtum hubbe nebijukum o terektum sunnetëhu. Pretendoni se e dëni pejgamberin alayhis salam, mirë po jeni të u largu për sunetit tina. A është farz, a është sunet? Sunet, hajtë se s'është problem. Sunet e pejgamberit sallam nuk i kena obligim, është sunet, kush e bën ka shpërblim, ka sevap, kush se bën s'ka gjuna. E vërtet është, mi pa bëdën sevap, pejgamberi sallam ka thonë: kur të lutë në Allahun Azza wa Jall xhenetin, lutë në Firdaus al-Ala, lutë në xhenetin më të lartë, ku mbi të është arshi i Allahut e nën të rrjedhën lumej. Që të lutë në. Jo me thonë: o Zot, veç të dera me mujt me hi. Muslimani do të me pas ambicje, qëllime të larta. E mu mundu mi kry sunetet e pejgamberit alayhis salam. Ashtu qysh pejgamberi alayhis salam para se me vdek, e kam pyet sahabët kur e ka majt në fjalim, i ka thonë: i drumi Allahut, pi thu këto fjalë sikur se me kanë fjalët e fundit. I tha: ju kom lanë diçka. Ju kom lanë diçka që natën me ec e kini rrugën e ndriqume. S'kini problem. Edhe fitne me pas, edhe sprova me pas. Edhe me pas errësirë në të në antë, ju kom lanë Koranin, fjallën e Allahut Azza wa Jall, edhe sunetin tem. Ai i cili kapët për këto dyjat, nuk kom me deviju asnjëherë. Nuk kom me deviju asnjëherë. Transmetim tjetër thot pejgamberi sallam: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Këtë ummeti jam kanë me hi xhenet përveç se ai i cili nuk don. Ka thonë: i drumi Allahut, kush është ai i cili nuk don me hi xhenet? Ka thonë: ai i cili e pason sunetin tem, rrugën tem,
fjalët e mia, porositë e mia don me hinë xhenet. Edhe ka me hinë xhenet. Ai i cili largohet pi sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk po don me hinë xhenet. E treta thot, e keni lexuar apo lexoni Kur'anin, edhe nuk e praktikoni ata. Nuk veproni ashtu që thot Allahu xhel në Kur'an. Për ata një prej dietarëve ka thonë sikurse krishterët, e jahudit, e jo besimtarët, ta shishin islamin pi këndvërshimit të Kuranit edhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kishin me pranu islam. Mirë pa ata janë duke i shiku musliman çka po bojnë, edhe thonë mendojnë se islami është ashtu. Për ata 90% të islamit në trojet jo muslimane që kanë qenë atë kohë është përhap nëpërmjet tregtarëve. Nëpërmjet tregtarëve, cilët kanë qenë besnik, nuk kanë mashtru, nuk kanë rajt, nuk kanë tradhu. Kur e kanë pa drejtësinë e besimtarëve, e tregtarëve musliman, i kanë besuar aty edhe kanë pranuar islamin. Ashtu sikur se kena përmend një herë, kur ka shku një plagë te Ebu Hanifja, edhe ka pas një tesh apo pjesë të mëndafshit për me shit, ka thonë po më duhen pare, po du të me shit qëta. Sa peshet e luke? Tha 1 dirhem. Jo, Allah, ke i bën ma shumë. Ka vlerë ma shumë kjese 1 dirhem. Edhe, pasi që Ebu Hanifja ka qenë edhe tregtar, edhe i pyet tjerë tregtar, thot, kush pi jep ma shumë për sajna? Njëndi thot 2, tjetëri 3, desa arrit të çmimi, edhe një tjetëri jep ma shumë, thot merre ta. Merre thot hallë që çka që është haku jut. Te na, me ardh dikush me një bicikl që i ka vlerë 1000 euro, e ta shet për 200, ja më çfarë, jemi që gumat e shfryta i paska, 150 ta blej. A e din kë çmimin e saj? Ose në telefon, ose në menzi spret mja shufore dhe mja morë dhe ma shumë se so, ai nuk din Allah. Ka mundësia ka që djoli prej Gjermanisë në laptop, mere për me hinë internet, edhe kjo është atë, ja va bac, ti internetis për të bënë se laptopi i keq. Ta gjoj një matë mirë. Edhe shkot jallë shën atina, ja shet në laptop për 100 euro, ja merë atët me 700-800 euro. Edhe e ndronë edhe funën shumë fort interneti. Të në dalavere që muslimoni zvonë mi bo. Kështu është përhap islami. është përhap ku Allahu Azza wa Jall na porosit neve edhe në shumë ajete kur ti lexojmë, na porosit me kon drejt, me kon sinqert. Ato që të ka caktuar Allahu Azza wa Jall rrezik ka me të ardhur vallahi. S'ki nevojë me lyp në haram. Pastaj e katërta thot Ibrahim ibn Edhemi, keni thonë se armiku jon kryesor është shejtani. Mirë po jeni bo mik me të. Jeni bo mik me të, pa dashje. Nuk është miqësia, veç me thonë, Allah, jarane kam iblisin, ha? Qa po më thot, ajo ne përbëj. Miqësia është edhe, kur i vepron veprat cytjet e tina, pa të thonaj. Për ata Allahu Azza wa Jall thot, Alam a'had ilaykum ya bani Adama alla ta'budu ash-shaytan. A nuk ju kom thonë, o bitë Ademit, që mos me adhuru shejtanin, innehu lakum aduwwun mubin, sepse ai është armik i juve i përbetuar. Mos me adhuru shejtanin qysh, mos me ra sejdë? Ja, mos me nështru. Nështrimi ndaj dikujt përveç Allahut Azza wa Jall është ibadet, është adhurim. Nëse dikush i nështrohet dikujt, ndaj krijesës tjetër përveç se krijuesit, është adhurim. Pra ta Allahu Azza wa Jall ka thujt këtu në nështrimin, mos adhuroni shejtanin. Sepse është armik i përbetuar. Është betu, pse është betu? Pse e ka inatin kaq madh iblisi dhe shejtana të tjerë ndaj njerit? Se Allahu Azza wa Jall momenti kur e ka krijuar Ademin alayhis salam i ka thonë iblisit bëri sejdë. Edhe melaçet bënë sejdë. Me tregu se njeri është më i vlefshëm te Allahu Azza wa Jall se sa melaçet edhe se sa gjin. Edhe iblisi s'ka dashur me sejdë. Ka mi ra sejdë këtina. Te ki kriju pi lloçet, pi baltës, pi dhejët, mund ki kriju pi zjarit. Qysh mi ra sejdën e këtina. Kur e ka largu pi mshirës vet, Allahu Azza wa Jall është betu iblisi, ka mu mundu mi largu.
ka u mundu mi largu për rrugës tënde, për rrugës të Allahut Azza wa Jall. Edhe ka mi largu ata përveç se illa ibadaka al-mukhlasin, përveç se robt e tu të ndershëm. Ata të cilët i din kurthet e shejtanit edhe nuk e pasojnë rrugën e shejtanit. E pasta thot, po pretendoni se jeni përmallu për xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Mirë, për shumë pak jeni të punu për të. Me mujt me hinë xhenet, e me mujt me arrit kënaqësitë e Allahut, e mujt të po, që ka thonë pejgamberi sallallahu me Budharrit, kur e ka pyet ka thonë, a ki nevojë në sen? Tregom çfarë po ki nevojë të lutë Allahun zër me ta plotësuar çat dëshirë. Tha Budharri thot, o i dërguari i Allahut, po du me kon me ty në xhenet. Tha, ndihmon për mu që kur të los Allahun xhel me pas për kom u lut. Me çka? Me sejdë të shumë. Fal namaz sa më shumë, bir sejdë sa më shumë. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. E kena shpjegu këtë ajet ku Allahu xhel thot, edhe shpejtoni në mëshirën e Allahut Azza wa Jall, edhe xhenetin ku gjerësia e saj na janë sot qiejt edhe tokës, e që është përgatit për të devotshëm. Pastaj e gjashta thot, wa qultum innakum takhafuna an-nar wa lam tahrabu min. Thot po pretendoni se i keni frikë, tuteni pe zjarmet, mirë po sini tu ikë pisojnë. Sini tu ikë zjarmet e xhenemit. Pejgamberi sa më thot kur Allahu Azza e ka kriju xhenetin, i ka thonë me laçe shkon edhe shikoni. Këto knatësit, këto mirësit që i kom kriju. E thojnë o Allah, wallahi, kitë kanë me pas shef me inta. Kur e krijon zjarmin e xhenemit, thot shko këshillne, zjarmin e xhenemit. Thot wallahi o Allah, këtë kanë mu mundu mu largu pisojnë. Kur i ka qitë kushtet, që do të mi plotësu njeri për me hinë xhenet, edhe kushtet, që do të mi plotësu njeri për me hinë xhenem. Unë edhe në xhenem ka kushte. Çfarë kushte? Unë për me hinë xhenem, kushti i parë, që është kryesori, që hinë ma thellë në xhenem, është mos mi besu Allahut Azza wa Jall. E pastaj, për nëjë xhenem ma të letë, me bo nëjë gjuna, me bo nëjë mkat madhë, e mos mu pendu të Allahu Azza wa Jall. E kur i ka po këto kushtet me lasit, ka thonë, Wallahi, o Allah, shumë kanë mi plotësu kushtet e xhenemit. Por ata, thot, po pretendoni se po mundoni mu largu pi zjarmit të xhenemit, mirë po s'jeni të mundu mu largu pi sajnë. Pejgamberi s.a.s. thot njëherë, kur e ka pa xhenemin, ka thonë, ittaqun nara walau bi shaqqi tamra, keni frikë zjarmit të xhenemit, rujeni pi zjarmit të xhenemit, edhe nëse keni mundësi sa një pjesë e vogël, sa një copë e hurmës, e nëse s'keni mundësi me dhonë sadak, qështë sa një copë e hurmës? Sa një copë e hurmës me dhonë sadak. Pasi që sadaka, mirësia, të mbron për zjarmit të xhenemit. Nëse s'keni mundësi me dhonë sadak, atërë s'pakti me fjallë të mirë. Me thonë dikujna fjallë të mirë. Thot e shtata, wa qultum innal mauta haqq wa lam tasta'iddu lah. Edhe keni thonë se vdekja është hak edhe s'jeni tu përgatit për të. Pejgamberi s.a.s. thot Bera ibn Azib, një ditë pejgamberi s.a.s. kër ka marrë pjesë në një varrim, ka fillu me qajtë, sa që lët e tina ka pikë në tokë, edhe i ka thonë shokëve dhe vetë limith li hadha fa'iddu, për këtë ditë përgatitur. Kur do t'i lojmë krejt senet e dynjas, edhe kina me med veç vetë në Allah s.a. Kina me med vetë me 2 melaqet cilët vinë edhe na pyesin për çdo sen e 3 pyetjet kryesorja është kush o Zotit, kanë e ki adhuru. A i ki pasu sunetin e pejgamberit a.s. edhe a i ki pasu, a i ka pasus i fesë islam. Pastaj thot, wa defentum mautakum wa lam ta'tabiru bih. Edhe i kini varrosë vdekurit e ju edhe nuk jeni marrë mësim. Kjo është fatkesia kur shpesh është në varrim, ky fut, a e shite kjerën, a? Po vallahi, po mire, pas ke shita. E ky tjetri çau bo për çato sene, a e kryte çat garoshit tash, këtë çështje dynjas. Valla e njëri çat parasyje pesh e njërin.
Nesër ti ki me konë që aty. Jo nesër, ka mundësi qatë ditë. Subhanallah. Jeni të i varos, tafërmit e ju, shokët e ju, familjarët e ju, ata që ka i njehni, edhe heq, me nëni për çështje dynjos, hala. Ata për jam sëram, ka thonë, jo kam dalu me vizitu varezat, tash pi urnoj, shkoni vizitani ato. Pi o përëses, për çka për e morë mësim. Na litë, kur shkojnë, a shkojnë në herë, po edhe kur korës vdekës nuk morë mësim as për gjenazës. Për ata Hasan al-Basriju, njerë kur e ka përsjedh një gjenazë, e ka pyet një të pranishëm, cili u konë gjunahqar, ka thonë, si kur ka mundësi, ky mu zgju, një jam mundësu, Allah o gjelë më këthuj edhe një në dynjo, që kish me bu? Allah e s'kish me lo të mirë pa bu, kish mu largu pi ketë senet shia. E thotë Hasan al-Basriju, Allah i masi kjo s'po ka mundësi të bohemi na pra. Në pelogaritim na, që sot Allah o gjelë, na ka marrë shpirtin e na ka leju. Çdo ditë momenti kur zgjohesh është një afatizim që Allahu xhel po të lejon ty me vazhdu jetën e kësaj bote. Për ata me marrë mësim për atyne që i vorosin. Pastaj do të vazhdojmë për pikën e 9 dhe 10 inshallah. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. E nënta thot, që është shumë e rëndësishme subhanallah, thot wa ishtaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Jeni të marrë me tmetat e njerëzve, jeni ka i harani tmetat e juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni në veten e juve para se marrë koha kur ki mu llogarit para Allahut azza wajal. Qëra veten tënde. Dhe shpesh herë, në çdo nej, në çdo takim, çka e ka dikur, s'ka shans pa u marrë për goje dikush tjetër. Ky kështot, ky ashtot, ky e ka bu ato. Si të largohet? Që të largohesh ti me çat shok, ai ty mos e ka me përmend. Ose ti ke me përmend ata. Allah pesësh, ha, ku çka ka fol për ty. E mos anej kur të largohet edhe piktina, ja nis edhe për tjetër. Pejgamberi sallallahu një ditë thot Ukme ibn Amir i thash o i dërgumi Allahut, men najatu, çysh ka mundsi njëri me shpëtu. Me shpëtu bi zjarmit të xhenemit. I tha emsi kaleki lisane, ka pe gjuhën tënde, ki kujdes çapo fol. Wal yasak beituk, shiri problemet e familjes tënde. Wabki ala khati'atik, edhe çaj për gabimet e gjunat e tua. Merru me problemet e familjes tënde Allah. Merru me problemet tua. Merru me gabimet tua, gabimet e familjes tënde. Jeni të i haru komplet metat e tua, jeni të umir me të tërkën. Përse në Allah o gjelë s'ka me të pytë. Për kundrazi, për çdo përgojim, për çdo shpifje, për çdo bartje të fjalëve, edhe nëse e ka. Nëse se ka që ato është shpifje, nëse e ka edhe ti, pe përgojen ato është përgojim që është ndalum. Po edhe bartja fjalëve është për gjunat mëdha. Ata thotë, jeni të umarë me tmetat e tjerë e këpi harani tmetat e ju. Pastaj e 10 thot, jeni të e hongër nimetet e Allahut azza xal, mirësitë e Allahut edhe sini të e falendru Allah. Allah subhanahu wa taala thot, "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse ju e falenderoni Allahun, Allahu kum ia ushtu bereqetin, kum ia ushtu të mirat. Për ata Allah subhanahu wa taala në shumë ajete na porosit që me kon falendrues ndaj Allah subhanahu wa taala. Thot, e qysh ka mundësi atëherë në fund, mi u përgjigj Allahu azza lutjet ju. Kur këto 10 pika keni dështu. Apo, shumicën e këtyne pikave, i keni mangës. Edhe pastaj e lutni Allahun dhe thu, ja Allah s'pon përgjigjet Allahu azza. Plotësoj 10-tat. Plotësoj 8 për tyne, 7 për tyne. Kryesorët. Mi u largu gjunave, me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Me falemndru Allahun azza për çdo mirësi, më marr me vetveten tënde. Mi kry obligimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, wallahi Allah ku më të përgjigj ftesës tonë, lutjes tonë. Në momentin kur na lutim Allahun subhanahu wa taala, ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë përfundoi, thot Allah, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmend një njeri i cili ka marrë një udhim, edhe është zhyt, është plohnos për udhimin e tij. Thot edhe i ngrit durët e Allahut xhel, e lut Allahun subhanahu wa taala mirë po edhe teshat i ka haram.
edhe ushqimin, edhe pijen që i ka haram. Në çdo sen e ka haram. Fa anna yustajabu lidhalik. Qysh ka mundësi Allahu xhel mi u përgjigj tina, si përgjigjet lutjes tina, duave tina, kur këtë senet i ka haram. Ata i lusim Allahu xhel na përmirësoj gjendën tonë, na fal gabimet, metat, gjunahet tona, prindërit tonë dhe gjithë besimtarë musliman. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.